në studio do flasim për diçka tjetër nga pjesa e parë. Do të flasim për një temë, Kaltrin, që sikur duket që është punë e kryer edhe nuk është e diskutohet, nuk ka alternativë. Fëmia me të lindur e ka mbiemrin e babës edhe aty përfundon gjithçka. Në fakt nuk e di nëse gjithmonë është kështu, sepse me dijenin time, kur prindërit nuk kanë kuror, fëmia me automatizëm ka lënë mbiemrin e nënës. Po flasim edhe për këtë pjesën ku ndoshta fëmia duhet të jetë i lirë, që në moshën me zgjedh. Po, kur të arrit moshën sa i përket vendimarrjes, të zgjedhë se cilin mbiemër do ta mbaj. Pse në vendin tonë, pse në shqiptari është që ki mbiemrin të dajte? Krasniqi. Ko gjë mirë, pas ka shku mbiemri Krasniqi. Kushtrem, hajzeri, hajzera, diçka unë ta ngatroj. Po, ma ngatrojnë. Ta qes aj. Shumica ma shtojnë një jë në fond. Shqyqo që si Gjakovar si Shepri. E kësha pas shpim pak ma ljarë. Jo, bash në qendër. Për të diskutuar pikërisht për çështjen e mbiemrit, nëse një fëmijë duhet të marrë edhe mbiemrin e dajve në këtë rast, përpos atij të babait, në studio kemi Adelina Hoxhën, avokate. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta. Kemi gjithashtu edhe Ragil Fetarin, sociolog. Faleminderit. Me neve në studio tashmë është edhe kolegu nga portali, Arlend Imiri. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se erdhe. Unë e nisa me Adelina nga që e kemi të ftuar. Se kemi pas kohë të gjatë prezente. Zonja avokate, në aspektin ligjor, një fëmijë kur të lind, a duhet detyrimisht ta ketë mbiemrin vetëm të babait? Jo, detyrimisht. Ligji për familjen me dispozitë veçante ka të përcaktuar nëse fëmia i një çifti lind vullnetarisht me dëshirën e prindve mund të caktohet njëri mbiemër ose edhe të dytë. Më thonë, prindrit janë ata që zgjedhin. Po tani ne që ja u lejojmë burrave, ajo është diçka tjetër, po nuk e shoh që është ndonjë pengesë ose ndonjë problem për shoqërinë. Edhe fëmijët jashtëkurorës po ashtu, zgjedhin prind çiftit se si do t'ja vënë mbiemrin. Eventualisht mbiemrin e njerit prind e marrin nëse tjetri tërhiqet komplet. Për shembull, kem raste të shpeshta, ma të shpeshtat, kur e marrin të nënës, është kur baballarët nuk paraqiten. Në momentin e regjistrimit të fëmijës, duhet të jenë dy prind. Realisht në spital duhet të paraqiten të dy prind për të marrë një mbiemër i caktuar. Për ndryshe, nëse jetë njëri, atëre pavarësisht nëna ose babai e marrë mbiemrin e njëri prej tyre. Po kur janë prezente themi të dy prindërit, a ekziston mundësia që me vullnet të merret mbiemri i nënës apo të merren edhe dy mbiemrat? Edhe dy mbiemrat edhe mbiemri i nënës. Është zgjedhja e prindërve. Është zgjedhja e prindërve. Zotri Vetas, pse në shoqërinë tonë ekziston ky rregulli i pashkruar? Themi që 99% të rasteve dihet automatikisht që fëmia do ta mbartë mbiemrin e babës. Faleminderit, spori e shpjegoi edhe avokatja pjesërisht aspektin ligjor. Mirë po, neni 483 i ligjit për familjen e potencon shumë qartë këtë, se nëse një çift bojnë kunor, atëherë ekzistojnë këto mundësi. E para është që së bashku martesa të kurorëzohet me mbiemrin e gruas, apo femrës dhe apo të burrit. Kjo është vullnetarisht. Të dy emrat nuk mund të ekzistojnë në një martesë, ligjërisht. Të dy mbiemrat? Të dy mbiemrat, po, nuk mund të ekzistojnë ligjërisht. Duhet të jetë një mbiemër ose i gruas, ose i burrit, apo mbiemrin të cilin ata duhen ta mbojnë që e kanë pasur më herë. Ekzistojnë edhe dy mbiemrat. Ka raste kur
Një që kur martohet mund të zedhe në këtë rast Jo, të dy gruaja. mbiemrat s'mund të bëhen. Gruaja mund të zedhe. Ligjërisht jo, të baj njën mund ta mbiemrin e gjejmë vet, edhe të pikën. ndrojë Jo, jo. mbiemrin të marrë të burrit apo t'i bashkaj. Jo, ligjërisht nuk mund të janë këto mundësi. E para është që secili ta mbajë mbiemrin e vet, i dyti është që i përbashkët të jetë mbiemri njërit prej bashkëshortëve, dhe i treta është që t'ja bashkangjisin mbiemrin e vet, mbiemrin e njërit prej Po dhe që i bie, që dy mbiemrat. Po, të jetë njëri po, i bie që mund ta mbash mbiemrin e babës, pa e ndruar fare, mund ta ndrosh komplet ta marrësh mbiemrin e burrit, apo mund të ja bashkosh mbiemrin të babës edhe atë të burrit. Që i bie që i ke tre alternativa. Të qoftë mbiemrat burrash. Po që i bie. Jo, po që i bie që ligjërisht kemi hapësirë, po ndoshta janë këto normat e pashkruara shoqërore që neve na bën të funksionojmë këtë mënyrë. Fëmia kur lind, nëse është një çift i kurorzuar, natyrisht se fëmia edhe ligjërisht besoj unë duhet ta marrë mbiemrin e çiftit që janë kunor. Ta zom, qoftë se çifti ka mbiemrin e gruas, edhe fëmia është kështu, ndoshta një normë e pashkruar, është mirë që me bë ato për shkak dokumentacionit me pas. Në aspektin e përgjithshëm, normë e pashkruar, ne si shoqëni edhe shoqënitë e përgjithshme mund të themi që pisa më e madhe e mbajnë mbiemrin e burrit, e më pak mbiemrin e femrës. Mirë po, ka raste në Kosovë që unë vetë kam takuar që burri ka mbiemrin e gruas. Po dhe ekziston si mundësi, raste më të rralla, për shembull që ndodhin këto. Po cilët janë faktorët shoqëror që pse burrat shqiptar nuk janë gatshëm, më fal kushtrim. Pse burrat shqiptar nuk janë gatshëm me marrë edhe mbiemrin e gruas? Një sikurse gratë që pa e diskutuar madje fare, vendosin dhe e marrin mbiemrin e burrit. A janë të gatshëm as janë, mendoj që duhet të bëhet një analizë më së pari, edhe të bëhet një analizë. Në praktika shoqërore na tregon që nuk janë të gatshëm. Duke filluar nga babai im, nuk po shkoj më tutje. Tani besoj edhe babai kushtrimet e ka mbiemrin e vet, jo edhe tani ne do dallojmë diçka, çështja tradicionale e shoqënisë dhe çështja moderne e shoqënisë. Në aspektin tradicional, tash në aspektin tradicional e dim që shoqëria është patriarkale ku burri është ai i cili është përgjegjësi kryesor i familjes, edhe është një lloj nderi që natyrisht ai ta ketë gruaja ta ketë mbiemrin e tij. Ndërsa në aspektin modern, mendoj që këto tash gjeneratat e reja, çiftet e reja, besoj që nuk do të ishte as pak problem që një burr ta ketë një mbiemër të gruas. Po edhe një grua ta ketë mbiemrin e burrit, sepse orientimi i përgjithshëm shoqëror, mendimi i përgjithshëm shoqëror, se çështja shoqërore ka filluar, të relativizohet, në kuptimin të zbehen për aty në parimeve të tradicionale, çështjes tradicionale ku gjithçka duket më burrnore. Edhe mendoj që ne si shoqëni jemi në tranzicion, mund të ketë paragjykime për këtë çështje, për dikën që mund ta merr mbiemrin e gruas, mirë po mendoj që është e mundshme dhe nuk është diçka që nuk mund të ndodhë asnjëherë. Arlindi më duket ka një këndvështrim bash interesant për çështjen e mbiemrit. Unë kam këndvështrim pak më radikal, ma radikal, po jo radikal në aspektin e radikalizmit klasik, po trujtjes së traditave të familjes. Jam pak ma konservatore dhe kështu mendoj që fëmia duhet ta marrë mbiemrin e babait, sepse mbi të gjitha ne nuk mund të tjetërsohemi, kemi disa tradita, pavarësisht sa do që mundohemi të modernizohemi. Se dajt i ki po aq sa i ki axhallart. Nanën e ki po aq sa i ki babai. Këtë është në regull, po me gjitha të ekziston një tradit... Këtë në regull, po së qashto. Po së qashto. Këtë në regull, po së kimi. Po ekziston një tradit e cilë ne kemë përcjell ndër breza, besoj që nuk është vetëm në Kosovë këj problem. Në fakt, këj nuk ka problem heq. është diskutim. është një diskutim, kështu që edhe në për vende tjera, edhe vende evropiane, vende balkanike, dhe më thonë është e njëjta tradit që përcjellet,
edhe në Gjermani, në për vendet e Evropës, fëmija merë mbi emrin e babait, kështu që nuk... Po pse nuk do të ndryshaj? Pse mos të ndryshaj në këtë rast fëmija të bartë edhe mbi emrin e nanës? Sepse dim që... Se nuk ka kur farpeshe nëse merë mbi emrin e nanës ose të babait nuk i hap as ma shumë rrugë, as nuk i mbyll Prandaj ne duhet ta ruajmë këtë tradicionale. Meqense nuk ndryshojmë, nëse nuk pas ka peshë tradicionalen, pse kur është tradita në pyetje pas ka peshë? E dhe si është kjo pyetje që për shtrojnë? Kjo është kur ajo pyetje e gjajshme, është me vjetër veza, apo... Jo. Alindi po thot nuk ka peshë, në ndërkohë, derisa nuk ka peshë, atëherë duhet të jetë shumë fluide, të zgjidhet të... Po është fluide. Nuk ka është fluide. Jo vetë thot që ka raste në Kosovë kur e marrin mbi emrin e nanës, ka burrë e merr mbi emrin e gruas, kështu që kjo është fluide. Nuk është patrolla, po tash na rrokujna më ndryshuar njerëz. Nuk ka peshë, ndërkohë po e kundërshton ashpër që fëmia ta marrë mbi emrin e nanës. Po nuk ka peshë për derisa kjo është fluide, do të thonë ka çifte që e marrin e merr burrin mbi emrin e gruas. Ka raste kur fëmia e merr mbi emrin e nanës. A njëti që e ka marrë mbi emrin e gruas? Vallai jo, nuk e njeh. Për ty është më... Nështë ta më kish kesh me po. Është në rregull sipas pse më të kesh. Se di më kish duke interesant, nuk kom po, për që ta më kish duke interesant. Jo, s'ta zhvullizim ke. Pse më të kesh, Alin? Çka ka më kish duke interesant, më kish duke interesant burrim për shkak që asaj tradicionale që e kena rujt gjithë, edhe më kish duke pak interesant. Grus kish me qenë ma domethënës, ma depërtues, ma i suksesshëm. A jemi shumë peng të tradicionales, Adelin? Si shoqëri? Edhe ndoshta edhe në këto tema që Alindi po quan nuk kam peshë. Gjithçka është mirë mu diskutu derisa nuk ka ndikim të drejt për drejt në mirëqenien dhe në jetën e shoqërisë. Na po diskutojmë edhe diskutimet janë të hapura, gjithkush i lirë me dhonë mendimin e vetë, mirë po mund mendoj që këto diskutime kanë fillu me pas ndikim në shoqëri dhe në familjet e tora, në përgjithësi. Kjo puna e mbi emrit, për mu është gati sekret relevante. Për mu shumë e rëndësishme është më rujtë struktura e familjes dhe shoqërisë, se sa mbi emri. Fundja së fundit, qaq pak dim na për mbi emrat e paraardhësve tanë, asnjë nuk din me shku ma shumë se të stërgjyshi. Unë të 4 gjyshi kom pas problem. Tashti, ka ana e nanës, mbi emrin e 4 gjyshit, ka ana e nanës kemi pas problem. Do me thonë që sa pak dim na për mbi emrat. Mbi emrat në për Hisheku jënë përcaktu, për mu caktu regionet, për mu njoft njështë e regioneve dhe jo për mu njoft familjet individualisht. Dhe kur e shok këta, tani e marrë krejtë si diçka sekundare. E rëndësishme është pozicioni i burrit, i gruas dhe i fëmijëve të jetë i qëndrueshëm dhe raport të drejtë me njëri tjetrin. Për mu kjo është e rëndësishme. Mbi emrat ndryshojnë. Kur mbretresha e ndron mbi emrin për hir të mbajtjes së hierarkisë mbretërore dhe të familjes saj, që e vën përpara mbi emrit, atëherë çka duhet me thonë na? Edhe tek mbretresha mbreti ka patriarkalizëm. Veç diçka tregoj. Ne si femra, ne duhem mu trajtu si mbretresha se e meritojmë. Po ka një herë, tash duhet me qenë kritike edhe me vete që ka një herë nuk sillemi vetë si mbretresha. Kur e dha shembullin e mbretreshes Elizabeta II, që është trashëguesja e frontit mbretëri, për hir të mbajtjes së familjes, se ka pas një pres që unë e kom pa pak si arrogant, nga këtë vështrimi im, i ka shtu fëmijëve që nuk kanë pozita emra të hierarkisë, ju ka shtu edhe mbi emrin e princit, burrit vetë. Do me thonë tën ai emën, tën ajo figurë mbretërore, tën ajo femën që të gjitha admirojnë me udhëheqje, ajo ka zgjedhur me rujt strukturën e familjes dhe të hierarkisë. Mirë po, në raport saj e ka shpërblyer edhe princit, dhe me thonë e ka dhënë kontribut. Këtë rast, na, sa e kemi mbështetjen e bashku, është diçka tjetër tani me u diskutu dhe sa ata e din e vlerësojnë punën tonë. Po sa në shoqërinë tonë duhet të jetë kaq themi diskutabile ose themi nxit se i tutemi ndoshta edhe para gjykimit, sepse po nista Arlindi tha nuk kish kesh, femrat janë mbretëresha kurse meshkujt janë mbretër.
Jo, shumire tha avokate, tha gratë kërkojnë më trajtu si mbretresha, por nuk veprojnë si gratë. Po, se si kanë mbretërit afër, ato që zveprojnë se kanë mbretërin afër. Mësë më shtika është me kundërshtu, se në pare për mbretin afër. A janë femnat mbretresha? Duhet të trajtojnë si mbretresha? A trajtojnë vetën si mbretresha? A sa trajtojnë vetën tani e mundet me diskutu? A e meritojnë mu trajtu? Po, e meritojnë. A e themi na këta vetëm publikisht, a e realisht në si shoqëri si meshu i Kosovar ditë të trajtojnë femnat? Sepse që ta shko për jashtime, se nuk më thonë që këtë janë një, por në përgjithësi tu i pas parasysh rastet e fundit, kanë janë perimet turp që janë pjesë e meshujve Kosovar. Cëlla rastet fundit? Rastet e fundit dhuna në familje, në baza gjinore është në shenja alarmante. Të i pas parasysh këto raste, se mendoj që për me dhuna familje dëni trajtim pak më ndryshë. Na kemë shumë organizata jo qeveritare cilat miren me trajtimin e dhunës familje, cilat e bojnë gabim. E bojnë këtë gabim punën e ty. Na nuk bojnë kur gjë për me trajtu dhunën familje. Na e nxisim dhunën familje. Çfarë pune kanë organizatat jo qeveritare? Po që shtu jepet hapësirë. Nëse institucionet publike nuk janë ato që trajtojnë. Që vendistimin do të me bëjë që ato, abden se kanë ma shumë mundësi, kanë hapësira televizive ma shumë. Nuk ujna është një civile për para institucioneve, nuk pajtojnë me ty. Kanë hapësira shumë atë moja televizive, edhe dolin e nxisim do me thonë. Nuk kanë përgjithsi. Jo kam përgjithsi, që s'kam përgjithsi. Se e nxisin dhunën familje, që ato organizata shumicën e kohës e nxisin. Alen, të lutëm që shu organizata ishë Po më nxisin. Duhet me ndërhypa, se... Të këthemi të tema e mbjamrit, mos banim të dhuna trajtojmë edhe të kë mbretëria, të kë dalim të kë mbjamrat. Po, se trajtojmë mas pare shkurt dhunën, familje du të kemi kujdese. Dhuna në familje janë raste individuale, edhe asëse nuk bënd përgjësuet edhe të jepet... Po që shoqërim ma shoqërore, edhe me ka që ta përfundoj me të jepet kështu presja vrolli madhë. Tek çështja e mbiemrit, unë mendoj që është e vërtet që ekzistojnë disa rregullat pashkruara, ku familjes, në qoftë se i jepet një mbiemër fëmijëve të një familje, i jepet një mbiemër tjetër nga ç'kishte parashit ose babojnë këtë rast, ndryshohet pak kjo struktura e familjes, devijohet pak, se ta zonë, në qoftë se deri djep ta zonë, një fis ka pas një mbiemër, sot po me një mbiemër tjetër të dojnë, ta zonë. Po pse devijohet, ose pse du të quhet devijem edhe pse du të konsiderohet pra shqetësuese, nëse edhe devijem. Hajde, hipotetikisht po devijoj ka, pse du të jetë shqetësues? Po flas pe syve nga këndvështrimi i shoqënisë përgjithshme ku jemi ne. Domthon pak ndryshon ajo struktura që ka qenë via e një mbiemër, një familje, një fisi dhe pastaj për një moment me një mbiemër tjetër. Është gabim nëse ndryshon struktura apo duhet të ruhet patjetër ajo struktura një trajtshme? Tani mund ta trajtojmë pe dy çështje, pe këndvështrimit përgjithshëm aktual që është, mund të shihet edhe me një sy më të çuditshëm. Kurse në aspektin e përgjithshëm nuk është ndonjë gabim i madh që për shembull sy i çuditshëm, për çka? Konkretisht çka e çuditshme? Çka mund të konsiderohet e çuditshme? Po çuditshme se ndryshon ajo, domethënë nga një mbiemër ta zëm, unë kam fetohu me bë çapo diun, çfarë mbiemri çfarë hoxha, çfarë ndryshimi? Çfarë ndryshimi ka me pas një jetë? Tash pak çfarë ndryshimi direkt në jetën ka me pas ajo? Jo në jetën e time, po flasim nëse kish me një ndjenjë që kur po interesohesh familjes së gruas? Ju mund të shihet ajo që gruaja e ka bë për viti çat burrë edhe më vjen edhe me kejt edhe ja grike që në shoqërinë tonë është kjo që i tuten para gjykimit mendimit të të tjerëve se si e shohin raportin në qeft për shkak të ndrimit të mbiemrit. Po na jemi pak realisht është që jemi shoqëni paragjykuese. Unë për shembull, më fal Adelina, për shembull në Turqi që janë edhe ata muslimanë sikurse na, në shumicën e rasteve, për mos të thënë 90% të rasteve, dhëndri është nusja në këtë rast. Sepse dhëndri shkon në shtëpinë Unë mendoj që shumë pak ka të bëj kjo me religionin, sepse këto tradita burojnë nga kanuni Lekdugaxhinit edhe po nëse shumë pak kanë lidhje me... Ne kemi tradita thuajse të ngjashme me turqit.
A Në jemi thuaj se i kemi të ngjashme. Por Jo. Si praktikoj ato të Absolutisht. Ngjaj. Mund të jenë gabim, po janë të ngjashme, ngjashmëri. Ngjashme ku ju konvenon këtyre. Jo, dallimet janë theksuar, secila shoqëni ka traditat e veta. E kuptoj mirë, po shkaku një Mund shërbise. të thuash qasja fetare mund të jetë e njëjtë, e ngjashme. E aspekti fetar ndikon për shembull në shumë mënyra, po mënyrën se si ushqehesh, në mënyrën se si orienton jetën. Po është pjesë e kulturë, nuk mund të thuash që kemi kulturë të ngjashme me turqit. Jo, ne ndallojmë. Kemi ndallime të theksuara. Secila shoqëni ka kulturën e vet. Por kemi ngjashmëri. Ne kemi identitet tonë, jemi shqiptar, kemi burimet kulturore, historike, për dallim prej kombeve tjera që është edhe kjo mendësia shqiptare. Pra që përmendet ti që nëse burri merr mbiemrin e gruas, kushtimisht po themi, e bëni gruaja për vete komplet atë burr. Po çka në rastet kur gruaja dhe burri së bashku vendosin që ta marrin një mbiemër të ri, të mos jetë as i burrit, as i gruas, as në pekë familje, po të marrë një mbiemër të ri. S'kisha ditë në menu kështu. shumë e thella. Ekziston i gjerjesht, a mund të ndodhë i gjerjesht? Mund të ndodhë, ekziston. Unë një raste që ka raste ku ka vendosur me ndrumë marrë një mbiemër këtë tjetër. Atëherë me zgjedhje mu i me nënkuptu edhe një mbiemër tjetër, po nuk e di në raste caktume. Kur flasim të tradita dhe të kultura, që thiret kolegu gjithmonë se duhet mu rujt mbiemri i burrit. Jo, nuk thashmë që duhet më ruaj. Duhet mu trashëgu. As më trashëgu? E qka i vjena se bëni burri, e bëni gruja burrin për vetit? Unë thash një qasjet përgjes me shoqënore tek ne. Po, flasëm që përgjes me shoqënore tek ne është e tillë që ajo hierarkia familjore, mbiemri familjar, fisi për nga vjen, mbiemri është pjesë e një identifikimit në personit. A ke shumë prit, pra me pak më mirë dhe më botë nëse ke ndodhur kjo rast që unë e përmenda, të çifti vendosin mos ta bajnë. As në për mbiemrave, as familjes gruas, as burrit, po ta marrin një mbiemër të ri. Kjo është zgjidhje individuale e secilit çift se çfarë mbiemri do të ketë. Po zgjidhja individuale, kjo është e lejuar me legj. Individuale, po tani ju me kesh për paraqitjimeve. Pyetjen që po bën ti është pyetje hipotetike. Unë mund ta japë një përgjigje hipotetike, po se di sa është efektive në këtë situatë. Kemi fjalë, jo, ne po analizojmë veprimin e ndërrimit të mbiemrit. Nëse e lojmë anash është mbiemri i gruas apo i burrit thjesht si veprim i ndërrimit të mbiemrit, sepse ne ka shumë familje që në fakt edhe ndrojnë vetë mbiemrin. Kemi ndoshta që janë njerëz një familje, janë 3 vëllezër edhe të tretë kanë mbiemra të ndryshëm. Po, ka. Për shembull, ne s'ka luajtur rol asgjë në ndryshimin e jetës sociale të tyre. Duhet na të vim deri në atë pikë sa të ndikojë në ndryshimin e jetës tonë sociale. Mbiemri duhet jetë individuale. Për mu, ma shqetësuese është humbja identitetit kombëtar me mbiemrat, se sa vetë ndryshimi i mbiemrit i gruas apo i burrit. Çka nën kupton humbja identitetit kombëtar me mbiemrat? Si shqiptar, shiqoj shqiptarët e Ulqinit. Krejt mbiemrat i kanë me ka veç a buton të shtume. Ja, është pjesë e represionet, është diçka tjetër. Pjesë e represionet për shtetë. Nuk ka me rëndësi tash është po ti tash ma ljatë për pranon represionin, ndryshimin e mbiemrit nga represionin, që i shdash që to mu që unë kam, se sa që po e pranon ndryshimin e grus. Kjo është pjesë e represionet të një shtete për qëllime. Ty është dash me dhim, ty, edhe se cilit shqiptar shumë ma shumë, ndryshimi i mbiemra për shkak të represionit dhe kulturës edhe pushtimit, se sa ndryshimi i mbiemrit pse e ki gru, e ki partnere dhe ki fëmijë me to. A na dhem as na dhem të një çështje që ju e ngrit me shumë ma shumë si problematik. Pse mbiemri i grus se sa mbiemri i represionit. Neve është na humbi identiteti si shqiptar dhe na e kemi luftën me njëri tjetrin këtu me gru e burr. A që po e hupin si kulturë se identitet komplet na jemi të e hup se të rrë më shumë. E diçka kjo që po thotë. Kjo është sikur një libër që ka kapitur
titujt edhe nën titujt brenda. Po, ty duhet me dhimë të esenca me që e për cilë, jo tjera gjëra. Adelina mund të jetë që burri në këtë rast mund të ketë një mbiemër të represione, siç po thonë ju, dhe gruaja Ne po flasim... Ja, mos i ngatroni zonë. Na po flasim në një situatë të lirë, në një gjendje normale, shoqërore. Na nuk jemi klirë se i kemi gjysër e shqiptarve në represion. Gjysër e shqiptarve i ki. Derisa te e shë gjakun tonë Macedoni, e shë gjakun tonë Preshev, e shë gjakun tonë Nulqen, Malzi, që i nështrot edhe ndryshimit gjuhës, shkon Preshev ta kanë bot të vetëmin gjuhë që ti mundesh me përdor në institucion, është mundesh me përdor në fakultetin e islamit. Të bëthon, ty ta lejon veç që aty të ndryshon me kulturë, me gjithë shka, edhe ti se ngrit zonën ma shumë, e ngritim zonën si shoqëri që to, ku jemi gru e burë, klirë, pse grunës du me patu së dua atje, me qindra mija që po të sudone, po të ndryshojnë edhe identiteti nuk është interesant. Për mu e rëndësishme është më rujt struktura e familjes, e shoqërisë dhe e kombit. Nuk mujt, as njona pa tjetër nuk mundet, nëse si kom në shkojmë të kur, familja ka me mbetë kur gjoheq. Respekt për to që po më si kandidatë për presidente. Jo, asfak, jo veç një non, por me gjithatë veç një non. Kushtet që të jetë kandidate për presidente. Sinqerisht nuk muj me po, veç që shto. Nuk muj me po. Dhe fundja nuk ka nevoj me i shpall luft njëri tjetërt. Realisht, jemi botna tjera, si gjini. Si gjini. Shumë problematike është problematike gruja jote, une me më thonë burri jam, une kisha kesh, mja po mbi jam, për shamull, vëllaj, më kisha ardhron. Ajo është të të meshme. Për mu e rëndësishme është identiteti, kultura, familja. Pe kalen me deklarime patriotike këto jo. Jo s'është me patriotike, nuk është patriotike, kjo është esencë. Po, ti s'po do me folë heq për ta, s'po ku une po flasë, po ju kalëzoj që është të shu, është të islamizu, populiste në përdetimi në ka pesen. Jo, ma me pikrolim që to populiste, që to që realisht po do me se sa po lidhemi me luftën me njëri tjetërin. Një qështë tjetër është në shumë raste, ka kur kemi dëgjua dhe prej shoqërisë tonë, ku njën burë është i dhru, kur gruaja ka vendosur të majtë vetëm mbiemrin e vetë, dhe ju edhe të ti. Edhe një më falë? Burri është i dhru, kur gruaja ka vendosur me majtë vetëm mbiemrin e saj, dhe jo plus mbiemrin e bashkëshortit në këtë rast. Që shkomentohen qëto raste? A ka tendenca kjo, si me thonë, kapje ndoshta e asajna që quhet mbiemër i burrit dhe dominues? Po ligji këtë raste i thëtë shumë qartë, që kjo ndërrumja është juriste, mund është të ambosh në mbiemërin të? Në qoftë se nuk je pajtimit ose tek organe ku bëhat kurorëzime, vërehet që nuk ka pajtim për mbajtje të mbiemrit të një personi apo të personi tjetër, lihen mbiemrat e tyre si i kishin. Apo? E kështu që nuk ka hatërmbetje këtu. Mendoj që këto janë çështje të cilat janë të zgjidhura mjaft mirë ligjërisht. Kemi një ligj për familjen që është mjaft i mirë në shumë pika mund të diskutohet, mirë po ligje përcaktuar shumë qartë këtë rast. Të nderuar, ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e jona në këtë diskutim për mbiemrat, e që realisht temë jo fort e diskutuar, edhe pse duke që pas ka... Që kisha pas shef me pa mbiemër të grusë. E ki shku, bashkë i ki shku. Edhe është e mëshme. Të ki shku ardin mbiemëri grusë, në është ta i kishin lumëtëru njerëzit për ratë, kishin kesh pak me ty. Ama, si meret të mbiemëri grusë, në qëfë se shko ti te shpia gruës, atëherë të plotëson komplet dhe mbiemri i sajna. Jetë të analizu pak. Shkoj të mes me jetuqa dhe ere po. Jetë të analizu. E që ka në rrasë kërë jetojnë me qëra? Ma se po ngrejnë këse pa. E atë më të tjetër herë kur të më thesh, mbiemrin e lazës ku shkojnë me qëra. Me kategori të burrave, jo të budrizimit, sa që po ju them të dëve, burr nuk trembët nga mbiemri dhe nuk trembët nga vendqëndrimi. Që nuk tutët prej perceptimit të huaj, së është vetja. Faleminderit shumë për